3 projekte që i keni fillu edhe i keni përfundu gjatë mandatit ju. Jo 3 projekte, po janë mbi 1000 projekte që janë realizu për gjatë mandatit 4 vjeçar. Në pyetje për Sokolin, a mund mi përmend 3 projekte, jo riparime e renovime, 3 projekte që i keni fillu edhe i keni përfundu gjatë mandatit ju. Vetëm 3 projekte. Për përmen ambicjen, krejt çka po flitet këtu, në projekte tyre politike, janë kryesisht administrim. Dhe me thonë, është e reduktu me krejt në prokurim publik. Specifikimje teknike, shpallje të nderash dhe mbikëqyrje. Komuna, në fakt, në krejt planet që i vrej dhe i shë, janë të reduktume në këtë dimenzion. Nuk ka ndërhyrje, as për me kriju barazi urbane. Koha, Adrilan, urna së Jo 3 projekte, po janë mbi 1000 projekte që janë realizu për gjatë mandatit 4 vjeçar. Janë mbi 700 rrugë të asfaltuara. Është unaza e kryeqytetit, pra ura që ka mbet vetëm edhe 5% e saj në përfundim e sipër, dhe nuk është kjo e rëndësishme a kryhet sot, a kryhet mas një jave, a është kry para 2 jave. Është përfundu rruga B, është në përfundim e sipër rruga A, por mos e harroni, mbi 700 rrugë janë asfaltu. Kemi 31 kilometra kanalizime në fshatra të Prishtinës, që janë shtru për herë të parë. Kjo është, po jo se ka shumë. E di, po qka shka ko? Urna Adrilan. E përmeni unazën, ajo ka fillu në kohën e mandatit kalum, dhe me thonë shumica shpërndësimet, hartimi projektit, e tjerë janë kry në qeverisin e kalum. E përmeni rrugën B, po ashtu, problemet kryesore të shpërndësimit, të hartimit projekte, vërkej këtyre janë kry në mandatin e kalum. Praktikisht edhe këto projekte që pi përmenë Sokoli kanë fillu mandatin e kalum dhe nuk kam rri asni projekt me nis mrena mandatit dhe me përfundu. Nuk ka lidhje me mandatin e kalum as njona prej këtyne që po i thëtë. 3 herë more gjatë kohës që ti e ngrite, gëzim, 3 herë more fjallë. Po 10 herë se 10 herë ti përmenë të emni. Vetëm shumë i shkur do t'jem 10 sekonda dhe kërkoj mirë kuptim. Gjitha projektet që po i referohet mandatit të kalum, as njëra nuk ka lidhje me mandatin e kalum. Gjitha çështjet e shpërndësimit të rrugës A dhe të rrugës B janë realizu për gjatë këtij mandati. Ndërsa projekti i unazës së brendshme as nuk është fillu, as nuk është realizu, as nuk është projektu në mandatin e kalum.